14.6 miliard lek në vitin 2026 do të ketë në dispozicion bujësia, të paktën kjo sipas projekt buxhetit. Jemi mësuar që ka pasur edhe ndryshime, rialokime, po në parim, në rritje në raport me 2025, gati 2 miliard në tepër. Po t'jesh i madh, zonja Ballesha, ndonjëherë jo domosdoshmërisht të bëjnë që të marrësh edhe më shumë para në këmbim. Pra t'jesh i madh në kuptimin e kontributit që jep në ekonomi, në prodhimin e brendshëm bruto, por edhe për faktin që është sektor i punësimit masiv. Si e keni lexuar të paktën deri tani projekt buxheti në drejtim të bujësisë për vitin 2026? Sigurisht që pritshmëritë janë gjithmonë shumë të larta për këtë sektor, sepse jo vetëm pavarësisht rënjes që ka patur vitet e fundit, duhet që vëmendja të ishte shumë më e madhe. Absolutisht aq më tepër që neve presim së shpejti që të hapen grup kapitull që janë të lidhur për drejtim me bujësinë dhe sigurinë ushqimore, dhe ne dim që do të kushtoj shumë para që ne të arrijmë ato kërkesat e forta që ka Bashkimi Evropian. Ka një rritje të lehtë, ashtu si përmend për juve, ndoshta diku te 4% në krahasim me vitin e kaluar, dhe ka një rritje direkte kur vjen edhe disa nga nën sektorit, që është siguria ushqimore, kishte një rritje të lehtë, gjithashtu edhe pjesa të këshillimore, kishte zhvillimi rural, gjithashtu kishte një rritje të lehtë, por sa larg nevojave aktuale, kjo në shumë për të dëshiruar. Sa larg nevoja reale jemi? Kemi diskutuar, kemi folur, duhen 500 milion euro, 50 miliard lek. Sa para i duhen bujësisë që në një farë mënyrë të arrit marrë veten, të filloj të eci me këmbët e saj? Fatikisht unë kur do e bëj analizën e bujësisë, unë e shikoj gjithmonë të ndarë më dy. Pra, zhvillimin rural unë e shikoj të ndryshëm nga nevojat e larta që ne kemi për pjesën e sigurisë ushqimore. Përveç faktit që ne kemi pasur raste të njëpasqyrshme këto 2 vitet e fundit, problematikave që ne kemi me sigurinë ushqimore, të cilat na ndikojnë drejt për drejt, jo vetëm në prodhim, pra jo domosdoshmërisht vetëm fermeri, por edhe tek agroprodhuesi, por edhe te pjesa tjetër të faktit që do futemi në Bashkimin Evropian dhe sa larg jemi te pjesa e investimeve. Sepse pjesa e investimeve nuk ndikon vetëm se sa duhet të investoj vetë biznesi, por sa duhet të investoj qeveria. Në momentin që neve aktualisht jemi pa një sistem të mirëfillt të funksionimit të institucioneve qeveritar, ku vjen puna te kontrolli i sigurisë ushqimore, dhe duke pasur tani edhe një raport Bashkimi Evropian, ku ky grup kapitull është nga ata që të lëmë shumë të dëshiruar, unë nuk shikoj një analizë konkrete nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, ku vjen puna që sa para do të hedhë qeveria jonë në të ardhmen për të arritur sigurinë ushqimore në të njëjtat parametrat ato të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Po rikthimi i rimbursimit 10% në kjo shkonte paketa fiskale, eksperiment, rikthehemi aty, si e keni parë? Unë fatikisht kam parë me vëmendje analizën që shumë ekspert kanë bërë, disa e kanë parë në mënyrë optimiste, rishikimin e skemës, disa nuk e kanë parë edhe në mënyrë aq optimiste, sepse vlerësimi bëhet gjithmonë për ata që janë pjesë formale, sa do të ndikojë ata që do duhen të formalizohen, dhe sa vërtet do vetë fermeri, sepse kur bëhen vlerësimi i skemave, veçanërisht ato që ndikojnë fermerin, është a do të vejë vërtet te fermeri, do të vënë te grumbulluesit, apo kush do të përfitojë nga këto ndryshime. Dhe ndryshimet e shpeshave fiskale nuk janë asnjëherë të duhurat, sepse le të themi japin thjesht një kaos në tregë. Unë nuk e di se si do të ndikoj, sepse që të implementohen saktësisht do duhet që tregu të reagojë, dhe nuk e di se sa fermerët realisht do të ndikohen. Shpresoj që të jetë pozitiv, por nuk e shikoj që do të jetë afatgjatë, sepse pavarësisht se kjo po bëhet në kuadrin e përmirësimit të situatës, që aktualisht me zero është në momentin më të keq të mundshëm, shpresoj të japë disa fruta, por nuk e di se sa do të jetë nëse do të implementohet ashtu siç duhet. Që aty kemi një pikpyetje të madhe, por shikoj një nismë pozitive që të shikohet të reflektohet, por ende jemi larg asaj që do duhet. Jemi ende në fazat e para, ku sapo e kemi të publikuar projekt buxhetin dhe paketën fiskale që shoqëron atë, sigurisht që do të kaloj në faza të tjera, në komisionet parlamentare, deputetët si nga ana e majorancës, po ashtu dhe nga ana e opozitës do të paraqesin amendimet e tyre ligjore, dhe sigurisht që deri në përfundim do të ketë ato ndryshime ku shumë kush i pret, veçanërisht për buqit dhe fermerët, cilët në fakt janë me dorën shtrirë për ca para më tepër, pasi në të kundërt nuk do të arrinin dot të mbijetonin përpos dashurisë së madhe që mund të kenë për tokën.